Është koha për bisedën e këtij edicioni, ku përmes së cilës do të shpalosim programin e pasur të ngjarjes një javore që ta kthej Prishtinën në kryeqytetin e ri të kulturës. E fjala është për edicionin e 5 të Prishtina Music Conference. E për të na shpalosur detaje rreth këtij edicioni të ri, në studio e kemi themeluesin Kushtrim Dushi. Përshëndetje Kushtrim, mirë se erdhën në Ekspres. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë Kushtrim, nga data 1 deri më 8 nëntor në kryeqytet zëvend edicioni i 5 i Prishtina Music Conference, një edicion jubilar. Dhe si kanë shkuar përgatitjet dhe është diçka gati për pritjen e mysafirëve, artistëve pjesëmarrës, por edhe publikut? Tash përgatitjet nuk janë mjaftueshme deri ditën e fundit, me të drejtën, se gjithmonë del diçka që nuk e pret ose nuk e parashë, po deri tash kanë shku goxha mirë. Panelistët, artistët, koncertet, nota e muzikës elektronike, po të janë këtë gati, plus aktivitetet tjera që e kemi gjatë javës, që nga data 9 nëntor deri me 8, po mërëj që nga ona ju njemi goxha gati. Kështu nga ka pak stres, se nga gati, po mirë është. Këtë vit konferenca organizohet me temën Kosova, kryeqyteti i ri i kulturës. Pse kjo temë dhe çfarë forme do të trajtohet ajo si vjet? Me të drejtën, pse kjo temë është për një arsye goxha të mirë, me të drejtën se tash këtë edhe bota, se vendet e rajonit ose të Evropës i kanë pak sytena, se çka është ndodhur me skenën tonë, edhe normal pse jemi pak në hije goxha do vjetë dhe nuk e kanë ditë shumë çka ka Kosova, ose çfarë audiencë ka, ose çfarë skene të kulturës, ose muzikës, ose pa marrë parasysh, po jemi mundu në bazë të konferencës, në bazë të festivaleve vendore që i kemi, me ngritë goxha shumë zonën edhe me konë njëna prej pikave kryesore tash që janë të arë gradualisht edhe goxha audiencë prej vendeve ndryshme. Kështu që kena ka bu paka shumë me vendos këtë temën që kemi këtë vit. Normal kemi festivale goxha të mira, me vetëm drejtën prej Dokufest, Tani Hill, Tani Barit, Rave Festival, Prishtina Music Conference, cilat na po mundohemi zakonisht që me thonë pak me sjell artistët ose panelistët, pak me po venin, skenën tonë, që të pak të me përhapet pak ma shumë fjallën në vendet tjera. Gjëtë që ka ndodhë, po flasë për anës të konferencës për viteve para prake, që kemi pas goxha feedback të mirë dhe panelistët ose artistët cilën i kemi sjell, ka pas goxha feedback mirë cilën tjenarë për vitet tjera tashme që me vetë dëshirën e vetë kam pas qef më rikëthy, veç si mësafir normal edhe me shiju venin, me shiju qytetin, audiencën e ketë këto. Kështu që ne kena një hospitality, me në kështu si shqiptari kena pak më të qëndrushme nesë, që me thonë si kosovarës ose shqiptari, kemi pak trajtu me pak më mirë se venet tjera. Perfekt. Nalimi pak edhe tek programi, i cili ndër tjera përfshin diskutime mbi zhvillimin e industrisë muzikore, ndikimin e inteligjencës artificiale dhe format e reja të festivaleve që po e riformsojnë mënyrën se si përjetohet muzika sot. Tash, për filloj paka shumë me programin sa kështu e kam në men, është ditën e parë të hanën, fakti bjen, është një workshop me DSK, me Down Syndrome Kosovë, me bashkëpunim me Bonevet, ku kemi përcjell paka shumë pjesën e asaj se çka e theti më herët, ku jemi të mundu paka shumë i përfshi edhe pjesën e fëmijëve ose pjesën e gjeneratës të re në workshopet ndryshme. Kështu që paka shumë po prekum se cilën ato ku normal ju intereson edhe tjerë, po edhe anën tonë si profesionist muzikës me jo jap mundësinë se cilët me qenë partë dhe pjesë e Prishtina Music Conference. Anën tjetër kemi goxha panelistë të njohur që kanë me qenë në ditën e premte dhe të shtunët, nga Resident Advisor, nga Amsterdam Dance Event, nga festivalet të ndryshme si Unum Festival, është Jojaku Studio, nuk po mbinë më shumë dhe kam e pasë, po kam e qenë edhe pjesa e jonë lokale më shumë për shkak temës që e kemi, që kanë me qenë përfaqësues të Dokufestit, Tani Hill Festival, Anibar. Normale kanë me qenë pjesëtar të komunës Prishtinës edhe të Ministrisë së Kulturës. Normal që pa ata
ky shkon kogja mundër me bu një projekt tillë si Prishtina Music Conference. Edhe njëherë keni përzgjedhur një listë folësve të jashtëzakonshëm. Po si vlerësoni bashkëpunimin me këta emra të shuar botror dhe çfarë përshtypje kanë ata për Kosovën dhe një Prishtina Music Conference si ngjarje? Me thënë drejtën tash kur pja u bojmë ftesën ne si Prishtina Music Conference nuk është që po hezitojnë shumë për me mendua me ardha ose me ardha ose çfarë kushte i ofroni se këtë momente në parë deri sot nuk është që ka ndodhur në refuzim kështu që jo nuk vina në gana si çka jo përkundrazi kanë qenë kogja kanë qenë shumë të afër me bashkëpunu edhe për me po mundësinë e zhvillimit të skenës tonë se çka mujna me bashkëpunu next, jo vetëm në konferencë, po edhe çfarë bashkëpunimi mujna mbi sjellë në vitet e ardhshme. Me panelistë që kanë qenë në vitin më përpara, kemi kogja bashkëpunime, jo exchange artists ose artistat të cilat i marrëm na pe agjencioneve tyre, ose për kundra ze artistat tonë që munden me lidh një bashkëpunim, se për kundra se është edhe Prishtina Music Conference i bjen që është një lloj connection, një lloj networking me agent kryesor të skenës së muzikës në ndërkombëtare. Të flasim pak edhe për workshopet që organizohen si vjet. Workshopet thash më herët me DSK-n, edhe me bëne vetë. Ajo ka me qenë pak ma interesant, cilën përket edhe që dojmë ditë paka shumë me po. Ju kësha ftu për me u regjistru edhe në Prishtina Music Week, ku munden me po qartë ose se çfarë lloj workshopi është ai. Normal e kemi edhe një, mos e harrojmë me cek, e kemi edhe një lloj eventit nuk me qujtë vogël, është në bashkëpunim me ambasadën japoneze, ku kanë me qenë 2 artist nga Japonia në ditën e enjëtje, që i bën me 6-9 orë, se po mënona kështë të diskutu, që po më pinë me pjesë të programit, që ka me pas kogja aktivitetet gjithë javës. Për këtë ata që jenë të interesuar normal, munden me u kyqe ose në Prishtina Music Conference në Instagram, ose në Prishtina Music Week.com, që dhe munden me u kyqe veç e nuk bo pjesë e saj. Po ashtu për herë të parë në dekada, po i ribashkohen në skenë 4 anëtarët e grupit NR me një koncert live në AMC Hall. Po besoj se e keni vënë re edhe numrin e madh të interesuarve për këtë performancë. Po, ideja e NR-ave që shqenarë dhe që jëmë bo bashkë pas një kohë shumë gjatë, normalisht të u ardhë prej zyrës tonë ose prej grupit tonë, se që ka mundi me sjellë diçka next që njerëzit dojnë me po, audiencët dojnë me po. Normal, pas koncertit madh që e kemi realizu të Armend Rexhebagiqit në Korrek, e kemi po të arsyeshme se që ka mundi me qenë diçka pak prapë ma ndryshe për një audiencë tjetër të muzikës hip-hop. Antarët e NR-av kanë qenë kështu direkt, hajde përbojmë, super bashkëpunues, që të falenderoj tepër shumë, edhe audiencët, po mënej edhe shqitja e biletave është të shku këgja, kështu që unë menoj që një javë në fundit nuk kam përbos shumë bileta, për këtë ata që menojnë që dojnë me shku edhe kam bo plan më s'let presin mune me bli biletat në raveviztravel.com online. Kështu që bileta nuk është shumë shtrejt, është 15 euro, kështu që ja vlenë për një grup tjilë që si mi po që një kohë shumë gjatë, mi po tamon live. Kushtrim, cili është edhe qëllimi kryesor i këtij organizimi që e bëni me shumë vullnet dhe dashuri për që përballoni shumë sfida më armenja? Sfidat po, tash unë përdu me ceke diçka ose pa ndimin e partnerave tonë që i kemi tash e disa vjetë të cekve Ministrisë Kulturës, Komunës Prishtinës, pro kreditit, nëse tash nuk e dija po guxojmë me përmana jo. Kështu që e kemi këgja partner kryesor që dhe pa ta me të drejtën nuk e kishëm post mundën me vazhdu projektin. Kështu që përderisa partnerët janë edhe kanë qëllimin e mirë dhe ata me support kulturën edhe na pjesa jonë po mënome me jep më të mirën për me vendos në nivel tjetër. Po si dhe konferenca e parë e muzikës në Kosovë dhe rajon, Prishtina Music Conference është zgjeruar ndër vite, apo jo? Po, me të drejtën a kemi fillu me 2 ditë, edhe tash kemi të vojt
8 kështu që po dohet bukur shumë për gjatë 5 viteve. Normal, duke ardhur për eksperiencës tonë që e kemi me rave, tash 15 vjet i ka bërë si kompani. Normal eksperienca edhe mundi nuk është të vlerësua dhe se të qysh jënë të e vlerësu këgja shumë këtë skenën e kulturës, skenën e koncerteve, të eventeve ndryshme të cilat ne po realizojmë si rave, si Prishtina Music Conference, përderisa ka audiencë të mirë edhe njerëz të mirë, normal që edhe neve po na shtyjnë këgja ma shumë e bo sene të reja, sene të mira. E me njëherë pas konferencës së muzikës, festivali rave po shton edhe sallën AMC. Çfarë karakterizon këtë ngjarje si vjet? Tash rave po bëhet tash disa vjetë nëse nuk kam bërë vitit 2022, po gjatë vitit i kemi 3-4 evente si rave. Kështu që çdo herë na punojmë me sjell këgja artistë mirë të skenës elektronike, ku mujt që kanë shku, kanë qenë Sven, Samvet, kanë qenë Quest, Adiel, po munojmë me sjell legjenda të muzikës elektronike, ku këtë herë kemi zgjedhë Freddie K, Paquita Gordon, Opium Home edhe një artist lokal Tosk. Kështu që është këgja një line-up i mirë për këtë ata që dinë se kush janë edhe kush e vlerëson muzikën elektronike e dinë se çka ka me prit për artistave të cilët i kemi përzgjedhur për këtë edicion. Po në cilat lokacionet bëhen konferencat për të gjithë ata që dojnë me ndjek? Konferenca realisht për vitit parë ka qenë në Kenar Vata, kështu që ajo është vend ideal që dojmë, është ofër, është në qendër, fillon nga ora 5 deri në ora 8, pastaj i vjen after party me hip-hop në ditën e premte dhe after party në ditën e shtunë për orës 8 kur hapën dyert, kështu që deri kur të vazhdon ajo. Po jeni të kënaqur me interesimin e publikut në këto 4 edicionet e kaluara? Me thonë drejtën po, për shkak se unë e thonë gjithë në për intervista dhe në muhabete, kështu që ne kemi audiencën më të mirë që ka ose rajoni ose Europa, përderisa unë e kum po deri tash. Është një audiencë super e mirë, një qendror tepër e mirë, cilat vjen kënaqur, nuk jenë me telefona, nuk jenë po e shijojnë eventin, e shijojnë koncerte. Kështu që që mu bëm halo pak, mu personalisht më bën halo me bo sene të reja, për shkak se kur e kemi një audiencë mirë, mos me pritua me bo me sjell dhe projekte tilla. Kushtrin faleminderit shumë për që këto informatat që i ndat me ne, e shumë suksese juve me Faleminderit shumë, ju mirëpresim. Faleminderit shumë.